Na që tash jena sikur po hupëm. Përgjithësisht s'kem vetina mo as paga zonë zotit. Me kredina dhe për çdo ditë bankat po na thrasin. Na greven do ta mbojmë derisa të arrijmë kërkesat tona. Është si edhe paga. Paga s'kem kontratë punës nuk kena. Me të 11 muaj të kalum, i ka dalë kontratë, muaj të besa i ka dalë kontrata kompanisë Laguna, kur farë përgjithësisht s'kem vetina mo as paga zonë zotit. Heq, këna vjetë hava. Kërkesat e tona, me në qitë rogën që dëtë, edhe kontratat e punës me ne përgu. Edhe rroga s'kena, pa kontrata jena. Na përlypëm rrogën edhe kontratën me ditë kush pa na merë, kush pa na manë. Na që tash jena sikur ku hupëm. Po du me ditë ku jena, kush na merë, kush na vep, kush na neve rroga që tash e 3 muaj ditë. Ka i morëm që 2 muaj si kena marë. E tash na për i kërkojmë drejta tona. Rrogën me në qitë që kena punue. Edhe kontratën. Arsyeja e greves është mosmarrja e pagës dhe kontrata, s'kemi kontrata për momentin, nga operatorit kalumi ka dalë kontrata, ai na ka me të bërç edhe nuk përne pagën e mujt prill. Është vetëm paga e muajit prill. Paga e mujt prill edhe aktualisht i ka skadu kontrata atina dhe për momentin s'kemi kontratë. Edhe cila është kërkesa juaj që e keni? Kërkesa është me na qit pagën dhe i dojmë kontratat. Na greven do ta mbojmë derisa të arrijmë kërkesat tona. Kërkesa për grevë është sepse ne jemi sot me datën 19 dhe nuk i kemi marrë pagat për muajin prill. Pagat tona janë ashtë të larta saqë edhe kur i marrim me kohë nuk po mund t'ja dalim me lërmën, tani kemi hyrë në javën e 3 që nuk i kemi marrë. Këtë gjendje rëndon ala ma shumë se pjesa dërmuese jemi me kredina dhe për çdo ditë bankat po na thrasin për kamatën e tyne. Nuk kemi paga, nuk kemi kontrata, por në fakt krejt ajo që kemi ne, kemi organizimin sindikal, jemi në grevë, pothuajse gati të gjitha shkollat në nivel të komunës Prishtinës dhe për këtë parregullsi do të bëjmë përgjegjësi aktorët e komunës Prishtinës. Ne nuk e kemi njet as të gjujmë as kënd, as të kallim as kënd. Vendimi jonë dhe fuqia jonë është greva dhe kjo grevë është shumë normal që do të zgjatë deri në momentin që pagat të shohimi ne me sy tonë, përndryshe nuk i besojmë as kujt. Në moment kur pagat bien në llogarit tona do të kthehemi në punë. Përndryshe ne do të vazhdojmë me grevë, po themi kështu të përditshme dhe nuk do të kryejmë asnjë shërbim.